Mbrëmjen e së shtunës ndodhi një debat mes Danjës dhe Gjestit, pasi ky i fundit kishte thënë se ajo flirton me djemt të shtëpisë. Të dashurin tënd dhe ke jashtë, mua nuk më manipulon. Nuk jam Gjibani, Jozi, Aldo. Kam menduar se ke një shoqëri të pastër deri kur unë të putha me kapelin e gjelit që mu dha sfida prej vëllait të madh. Kush je ti të më thuash mua hajde shkojmë flem? Më kape dorën, më preke dorën, më ke përqafuar dhe shikoje kamerat, i tha Gjesti Danjës. Nuk të kam thënë të flen bashkë. Të kam thënë qohu fli gjumë sepse ne e duam të dy gjumin dhe të nesërmen nuk zgjohemi. Siç ma ke thënë ti ta kam thënë edhe unë ty, pse unë s'ta kam marrë për flirë ty. Ti lojën tënde në këtë shtëpi e ke bërë në kurriz të asaj vajzës që iku. Që kur ke ardhur këtu ke një dëshirë të papar për ta shuar veten si Brad Pitt në këtë shtëpi, po nuk je. Livia si ke thënë, se si më ke parë. Eglit i ke thënë u dashurove me mua, po ky nuk është faji im, është faji jot. Valbonës i ke thënë ke ardhur më ke puthur në qafë, kësaj vajzës i the ti më erdhe në krevat. Olës i ke thënë ti do të vish në krevat. Ndërsa mua më ke thënë ti je një zonjë dhe unë të kam respektuar dhe kam menduar që respekti ka qenë ndërsjellë dhe kam patur dashamirësi për ty mos e merr për ofendim. Por djali i dashur ti nuk je në preferencat e mia dhe nuk ke për të qenë ndonjëherë, ja ktheu Danja. Mirë po mbrëmjen e djeshme Gjesti i është afruar sërish Danjës, duke i thënë se ka patur diçka për t'i thënë, ndërkohë që Danja i tha që t'i kërkoj falje asaj për gjërat që ka thënë. Mos bëj gallat, dil bëj gallat më banorët e tjerë. Ti si e mirë. Pas ke ngrënë bukur, pas ke marrë energji për të bërë shaka, i tha Danja. Ndërkohë që Gjesti i tha, kur në jetë nuk e kisha menduar se do takoja një femër si ty. E vërtet është s'ke për ta takuar kur në jetë. Më ke bërë shumë përshtypje. Thjesht të kam testuar, i tha ai, ndërsa vazhdoi të provokonte Danjën duke i thënë se ajo nuk largohet prej tij. Danja e mohoi këtë gjë duke mos lejuar të provokohej prej tij. Të kam thënë më puth në faqe pa qëllim dashakeqës sepse nuk të shoh ndryshe. Po ty të pëlqen vetja, i tha Danja. Unë e shoh se diçka është duke lindur këtu brenda, i tha Gjesti, por Danja i tha se nuk është e vërtetë. Rri larg budalla se na kap ndonjë video edhe dal atje unë pastaj. Kaq më mjafton, një lëvizje të bëj dhe dal atje, i tha Danja duke ju referuar primet. Për mendimet e tua të errëta, që ti e di nuk janë të vërteta dhe në mendjen tënde nuk janë të vërteta. Po ti ke thënë përgjej një cep të futem te kjo lista dhe të dalë si kingu që unë si avar kësaj. Jo me mua nuk i bën dot këto lojra, tha Danja.